Sot do të vazhdojmë me prezantimin e provave materiale, do të shohim disa videoinqizime, sa vazhdon me shikimin e videoinqizimeve. Një prokuror, cilat videoinqizime doni më pa? A keni ndodhur, a keni specifikuar inqizimet apo? Po, po një shërbimi inqizimeve nga momenti kur i akuzuari ka dalë nga diskoteka në Gjilan, rrugës deri në lokalin. Konstaton se në monitor shfaqet dhe të inqizimi nga kamera 3. Data 03/2023, 03/09/2023, ora 00:49 minuta. Pëstërë kë, vazhdo. Gjatë shikimit të videoinqizimit, deklarant se koha, ora nuk është e saktë. Sepse ka qenë kjo është pamja e daljes akuzuarit Vidran Hoxhaj nga diskoteka Stop, e cila gjendet në magjistralen Gjilan Bujanat. I njëjtit ka dalë faktikisht ora ka qenë 1 orë ma pak. Ora do të jetë 2:40, jo siç është shfaqur në monitor. Ky video dëshmon se vetura Audi në të cilën ka qenë i akuzuari Vidran Hoxhaj ka hyrë në parking të lokalit Cobra City në 4:10 minuta 9 sekonda. Kjo shihet prej videoinqizimit nga pumpa shell. Po ashtu kena pas mundësi me vrejt që vetëm 1 minutë pasi që Audia me Vidran Hoxhaj ka hyrë në parking lokalit, automjeti i të dëmtuarve është larguar nga i njëjti parking. Kjo dëshmon që e tërë ngjarja ka zgjatë ma pak se 2 minuta. Pas shqecimit të videoinqizimit, vlerëson dhe konstaton. Kjo provë nuk vërteton asgjë, sa i përket veturave që shihen në lëvizje, ato i kundërshtojnë, sepse as që dihet e as që shihet cila vetur, çfarë targe, çfarë lloji, çfarë tipi i veturës është, dhe të njëjtas mund t'i ngarkohen ky panderit. Andaj, duke bazuar në këto, i propozojmë gjykatës që kjo provë mos të mirret si provë e pranueshme, sepse konsiderojmë se si e tillë është e paqëndrueshme, jo reale, as e mirëqen e as objektive. A ka mundësi me lëshu kerën kur del dhe veç me naqë aty te kerri? Ku të çfarë pjesa? Pjesa ku po them këta diskotekës apo? Jo, te këtu ku kam rrin këta ku po them që ka ardhur aty te autostrada, kerri që ka që po them që ky kerri është. Domethënë prizrek ta që po them, edhe veç me nal, veç me nal aty stop, edhe me ku videoinqizimin edhe tregon aku me nal. Ku e shohim ta që është e kerri veç le ta nali çtë. Tash a ka mundësi me gjet një ekspert dhe më thonë veç çfarë kerri është këtu. Nga kjo pikpamje për shembull që shifet vetëm veç me më tregu se çfarë markë është. A ka mundësi edhe këtu një ekspert për me kuptu a shifet Vidran Hoxhaj në qëtë kërë, edhe a shifet targ, edhe a shifet se çfarë markë është që këtë kërë. Dhe në fund se çfarë vetura është.
për shembull, nga kjo pikpamje, vetëm me nga kjo pikpamje, çfarë vetura është nga kjo pikpamje? Këtu, siç edhe me vitet më përpara, çka mundet me konstatu cili dush ekspert i botës, që i ka prodhu vetë kerrat, që mundet me më thonë se çfarë kerri është që a ka mundësi me konstatu edhe këtu një ekspert se çfarë makine është që ke. A shifën targat që është targat e Shqipërisë, veturës, po që në Shqipërisë që janë, a shifët modeli se çfarë veture është dhe ajo më rëndësi që është, a shifët se kush janë brenda dhe a janë personat adekuat të asaj që mu po më akuzoni në këtë veturë. Dhe për fund, po them që ose nëse kanë ndaj video dikun që shifëm unë që jam qatë vetur këta që po pretendojnë, ose vllaja. Prokuroria ka përmend që është edhe një telefonat që na kanë thonë ata që na i kemi thonë jemi të ardhur. A ka mundësi me malshu edhe qatë telefonatën, kur na i themi jemi larg të në policinë se s'mujmë me mrri, po jemi të ardhur. Kjo është video që na kemi fol, edhe le ta shihni ju dhe krejt lokacioni se ku kemi qenë ne kur e kemi hap telefonin. Edhe sa ora u kon pikërisht kur na kemi qenë telefonin dhe lokacioni i vendit, vendodhja. seanca sot më ndërpritet.